Çështja e arkave fiskale, ti si biznes, a me ble arkën fiskale, a me prit sistemin digital. Hekuran Murati ju dha afat bizneseve mos me ble arka fiskale për 60 ditë. Ta 60 ditë kanë kalu edhe bizneset nuk po din a me ble arka ajo. Bizneset aktualisht janë komplet të çorientume, nuk e din çka me bo. Kujt i ka interesu çike situatë me ardh deri këtu. Sot kemi me fol për një temë që kohëve të fundit është mjaft e rëndësishme, pasi që ka shkaktuar një farë mjegulle, një farë konfuzioni tek bizneset ose tek qytetarët që po menojnë me hap biznese. Shumë biznese që janë hap ose planifikojnë me hap së shpejti, nuk janë duke ble arka fiskale, sepse po presin me u bë digitalizimi i arkave fiskale, e në anën tjetër inspektorët e administratës tatimore të Kosovës po ju shkojnë në derë edhe po kërkojnë që këto biznese me u pajis me arka. Qytetarët që budojnë me hap biznese, me të drejt po pyesin tash a me ble arkat fiskale, a me prit se çka po thot Ministria e Financave. Krejt kjo situatë ka ardhur pasi që ministrin në detyrë i financave, Hekuran Murati u çu në ditën që ka dhënë dorëheqje, pra në ditën që e ka dorëzuar dorëheqjen e tij nga pozita e ministrit, e ku mbetet aty me kompetenca të kufizuara, si kujdestar, bile edhe kjo e kontestume, sepse po atë ditë u betua si deputet e ka nënshkruar një udhëzim administrativ për arkat fiskale. Ky vendim prej njerëzve të çështjeve ligjore po konsiderohet i palehtëshëm, por që për këtë çështje drejtësia pritet me e thonë fjalën e saj. Por bizneset tash nuk po din a me dëgju Ministrinë e Financave apo administratën tatimore të Kosovës. Po bëhet fjalë për udhëzimin administrativ që ka nënshkruar Hekuran Murati me 15 prill, ku thotë që ky udhëzim administrativ është bërë prej një grupi punues me profesionalizëm e që do ta bëj tranzicionin, pra kalimin prej arkave fiskale fizike në sistem digital. Tash në postimin e tij Hekuran Murati ka thonë që bizneset e reja apo ato që s'kan sistem të fiskalizimit, pra që s'kan ende arka fiskale, do të ketë periudhë kalimtare prej 60 ditësh derisa të instalojnë sistemin e ri. Pra vetë ministri ju ka thonë bizneseve që ju që s'keni ble arka fiskale, mos i bleni sepse po vjen sistemi digital. Pasi kanë mbaru 60 ditë, pra kanë kalu 60 ditë prej këtij postimi, bizneset hala nuk po e din se çka me bo, a me ble arkën, a me prit se çka po ndodh tutje. Për me kuptu ma let, pra Ministria e ka nisë një reformë që prej arkës fiskale që ma heret e ke ble ti si biznes, pra ka qenë fizike, pajisje fizike, tash arkat fiskale po dojnë me kalu në sistem digital. Ku ty si biznes ka me të desh veç një kompjuter edhe një printer i vogël për me shtyp kupona fiskal. Kjo është një reformë tepër e madhe dhe tepër e mirë për një vend si Republika e Kosovës. Por unë personalisht dyshoj që ajo ka me arrit me u zbatu aktualisht, pra, edhe problemet e mëdha veç ka nis me dalën e pa prej bizneseve. Kjo për shkak se s'është dhënë koha e duhur për bizneset, por as bizneset nuk janë njoftuar me kohë se çka ka me ndodhur tutje. Për shembull, ka biznes që e ka ble arkën fiskale në shkurt apo në mars të këtij viti, edhe ministri dele thotë që po kalojnë në sistem digital. Tash çka me bëj qytetar që me paret e veta i ka shpenzuar për me ble kët ark për biznesin e tij? Normalisht që gjendet në një pozitë që s'din as çka ka me ndodhur tutje. Pse unë po them që dyshoj në funksionalizimin kaq të shpejtë të sistemit digital të arkave fiskale. Kjo për shkak se kalimi prej arkave fiskale normale, që kemi pa deri më tash, në sistem digital po ndodh tepër shpejt, edhe po ndodh pa asnjë transparencë, edhe bizneset nuk e dinë çysh kanë me operu tutje. Nuk ka as përgatitje të tregut për atë se çka ka me ndodhur tutje me sistemin digital. Duke marrë parasysh që kjo është një ndër reformat më të mëdha që kanë ndodhur në vend, e kërku edhe në ChatGPT me pa një krahasim me vendet e tjera të rajonit nëse e kanë bu sistemin digital të arkave fiskale edhe me pa se çysh ka ndodhur. Kështu në qit listë. Për shembull në Shqipëri po thotë që fillimi i reformës, pra digitalizimit të arkave fiskale, ka filluar në vitin 2020. Edhe zgjatja e tranzicionit ka shku deri në 2 vite. Faza pilot, pra testimi, ka ndodhur në disa sektor, komunikimi me bizneset po thotë që ka pas fushata publike, trajnime, shtyri afatësh e të tjerë, edhe penalizime të menjëhershme, po thotë që nuk ka pas edhe u shty disa herë afati i gjobave. Kështu në vende tjera, Serbin, Kroacin, Italin, pra gjitha kanë vazhduar periudha e tranzicionit ka zot prej një vit deri në 2 vite. Ka pas fazë pilot, ka pas udhëzime, ka pas subvencione për pajisjet, pra shpenzimet që i kanë bu bizneset, edhe gjithashtu nuk ka pas gjoba për biznese. Pra ata janë trajnu se çysh ka me ndodh sistemi digital, pra me kalu prej arkës fiskale, me kalu në kompjuter. Qyrin e tash në Kosovë
Kosovë çka thot? S'ka periudhë të qartë të tranzicionit, fillimi i reformës është me një udhëzim administrativ pas dorëheqjes që e ka bërë ministri Murati. Faza pilot nuk ka, pra testimi me bizneset çysh ka me u përdor sistemi digjital nuk ekziston, nuk është bu, nuk është bisedu me ta, nuk e din domethënë se çka ka me ndodh. Një dyqan nuk e din çka me funksionu tutje, edhe inspektimet kanë nisë më një herë. Pra inspektorët e ATK-s po shkojnë nëpër biznese dhe po ju thojnë po more bleni arkat fiskale. Këta të njëjtit bizneset po thirrën ata çka ka thonë ministri Murati, ata që e tha Manal. Pra vendimi për reformë në Kosovë po del me kani ngutshëm edhe pa transparencë. Për shembull, ende nuk dihet se kush e ka zhvilluar aplikacionin që ka me u përdorur në sistem digjital të arkave fiskale. Ende nuk dihet se ku kanë me u rujt dhanat e bizneseve, pra hyrje daljet, ku kanë me u rujt, ku ka me kon serveri. Tash a është interes i dikujt që ky projekt me shku komplet i çorientum, çysh ka shku deri më tash? A ka dikush interes personal për përfitimin në këtë projekt apo ka për qëllim me shkatërru ata që ka ndërtu deri më tash përmes administratës tatimore të Kosovës? Bizneset aktualisht po funksionojnë edhe me paragona, sepse po refuzojnë me ble arka fiskale, po presin me u bë digitalizimi, e cili s'po bëhet hala edhe nuk dihet se çysh ka me funksionu ose kur ka me u bë. Në anën tjetër, bizneset që kanë shit arka fiskale, pra operatorët ekonomik, disa prej tyre i kanë mbyll gjitha zyrët. Për shembull, njëra kompani i ka mbyll gjitha pikat nëpër Republikën e Kosovës, edhe tash po funksionon vetëm në Pej. Tash një biznes që e ka marrë arkën fiskale prej këtij operatori, për shembull ai biznes është në Prishtinë për me servisu pajisin e vet. Pra arkën fiskale duhet me marrë arkën edhe me shku në Pej. Apo e kuptoni se çka po ndodh deri më tash? Një biznes në Gjelan na tha që për me shku në Pej, mund duhet me mbyll biznesin një ditë, edhe kështu që kam vendosur mos me shku hiç, po lëshoj paragona derisa të rregullohet kjo çështja e arkave fiskale. Paragonat ju e dini se çka janë, pra janë letra të cilat veç vulosen me vulë të biznesit. Pra jemi të u kthy në kohën kur kemi nënshkru fatura në letër e jemi të i hek kuponat fiskal. Kjo sa çesharake është edhe e dhimbshme me pa se ku jemi aktualisht. Ministri ju ka dhënë bizneseve një afat prej 60 ditëve prej nënshkrimit të udhëzimit administrativ që mos me ble arka fiskale. Në anën tjetër 60 ditë kanë kalu edhe ministri në detyrë e as ATK-ja nuk ka dalë me një sqarim. Pra me ju tregu bizneseve se çka me bë tutje ose qytetarëve, a me ble arka fiskale, a me lshu paragona, a çka me bë. Unë kam dërguar pyetje edhe në Ministrinë e Financave për disa çështje rreth kësaj reforme, gjithashtu edhe në administratën tatimore. ATK-ja na ka kthy disa përgjigje, të cilat kemi publikuar në videon e radhës rreth kësaj çështje, por po e presim edhe ministrinë që më sqaru detajisht për qytetarët se çka ka me ndodhur tutje. Tek ministria kam kërkuar sqarim e shtesë për çdo procedurë deri më tani që kish me qenë ndihmë e madhe për qytetarët që mendojnë me ha biznese edhe me marr arka fiskale ose sistemin e digitalizimit. Në periudhën që jemi që tash, domethënë pa arka fiskale, pa sistem digitalizimit, kjo pja u mundson bizneseve edhe evazionin fiskal. Pra mos me shtyp kupona, mos me deklaru, thjesht me ju ik tatimit të ATK-s. E ATK-ja në anën tjetër normalisht ka me vazhdu me ju xhobit bizneset në fjalë sipas ligjeve që janë në fuqi. Pra thjesht është një situatë shumë e komplikuar që ka mujt mu evitu veç nëse gjithçka i shku me plan edhe me një analizë të mirëfillt të tregut, me fol me bizneset, me i trajnu se çysh ka me ndodh kalimi, tranzicioni prej arkave fiskale çysh i kanë hardverike në atë softverike, pra në sistem digjital. Derisa të kemi edhe një sqarim nga ministria ose ajo del në një konferencë për media ose diçka e tillë, bizneseve nuk kemi asçka më ju thon tutje.